Turizmin në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese ishte titulli i konferencës që u mbajt të shtunën e kaluar në Hotelin Olimpik dhe i organizuar nga Qendra për Hulumtime Ekonomike dhe zyra e kryetarit të komunës. Në konferencë morën pjesë ekspertë të kësaj fushë nga disa vende të rajonit. Që turizmi të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve integruese në kushtet e krizës financiare, e cila shpejt është shndruar në krizë ekonomike, është e nevojshme të miratohet strategjia antikrizës si pjesë e strategjisë zhvillimore afatgjate. Kjo strategji duhet të bazohet në investimet e shtetit, ndërsa të gjitha subjektet turistike duhet të angazhohen për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve turistike, ndërtimin e kapaciteteve të reja hotelerike, ngritjen e kategorisë së objekteve ekzistuese, zgjatjen e sezonit turistik si dhe përshfrytëzimin e rezervave të brendshme, është përfundimi i tubimit ndërkombëtar turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese që është mbajtur në Ulqin. Këtë tubim e organizuan Qendra për Hulumtime Ekonomike e përkrahur nga kabineti i kryetarit të komunës së Ulqinit. Kjo konferencë e parë shkencore, e cila është paraqit me temë turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe procesit integruese, ka për qëllim që të bëjë integrimet e vendeve të rajonit me Malin e Zi. Do të thotë, meqenëse në këtë konferencë janë prezantuar tema të ndryshme, duke filluar për menaxhimin, krizën financiare në turizëm dhe disa segmente tjera. Qëllimi ka qenë që kjo komunikim të vazhdojë, të përmirësohet, të avansohet, dhe për këtë qëllimi ka qenë që në këtë konferencë e cila ka karakter ndërkombëtar, ku marrin pjesë përfaqësues, ekspert pedagogë, do të thotë fakultetet të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, Sanxhaku, Mali i Zi dhe Shqipëria. Do të thotë që të bëhet një integrim përmirësues të ofertës turistike. Mendojmë që në të ardhmen do të thotë kjo konferencë të marrë një hap më të gjerë, do të thotë që të përfshijmë edhe shtete tjera, shembull Bosnën, Sloveninë, Kroacinë, Hungarinë e tjera, një konferencë tjetër shkencore, e cila ende nuk është caktuar. Pjesëmarrësit e takimit janë të pajtimit se për krimin e përparësive krahasuese në turizëm nevojitet se të eliminohen shumë probleme, të përparohet bashkëpunimi me fuqinet dhe të përkrahen investimet. Ne po përpiqem nga niveli akademik të japim disa ide, disa mendime, disa vlerësime lidhur me zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e turizmit, jo vetëm në vendet tona, po edhe në rajonin ton. Mendoj që turizmi është një veprimtari mjaft heterogjene dhe mjaft fitimprurëse, e cila po zhvillohet çdo ditë më shumë. Ne jemi të vetëdijshëm që kriza financiare me siguri do të ketë ndikimet e veta negative edhe në këtë veprimtari. Megjithatë, ne jemi këtu që diskutojmë bashkarisht edhe të ofrojmë spaku mendimin teorik dhe shkencor se si duhet jetë strategjia antikrizë. Ne mendojmë që tani për tani turizmi është duke zhvilluar mirë, në veçanti në Malin e Zi dhe pjesërisht Shqipëri. Ne në Kosovë për disa probleme afatgjate politike nuk e mundur ende të zhvillohem në atë pikpamjen e dur, mirë po pretendojmë që në bashkëpunimit politike që do të jenë të ardhmen, ta zhvillojmë edhe sistemin ekonomik dhe turizmin në mënyrë të integruar. Kur flitet për problemet dhe nevojat që ka qyteti mikpritës i këtij takimi, Dr. Maksut Haxhi Ibrahimi evidenton si problem kryesor kufirin e tëmirave detare dhe mangësitë e planit hapësinor. Fjala ishte tëmirat detare, që fatkeqësisht tëmirat detare në komunën e Ulqinit shkojnë në thellësi toksore 2500 deri 3000 metra. Mandej përpos tëmirave detare, problemi tjetër që normalisht nuk ishte në favor të turizmit, është edhe plani hapësiror, që flet për Valdanosin, që flet për kepin e Gjeranave. Në aspekte tjera, edhe plani hapësiror i Republikës së Malit e Zi, deri me 2020, po ashtu Ulqinit nuk jep një shpresë apo një mundësi që të zhvillojnë disa lloj të turizmit, pikërisht fjalë ishte turizmi nautik, Ulqini e dini edhe vetë, i ka kushtet natyrore për zhvillimin e turizmit nautik. Normalisht se Ulqini si rajon i njohur bregdetar në Malin e Zi ka kushtet më të mira natyrore se i ka i fjala se i kanë qytetet bregdetare duke filluar prej Tivarit e deri me Herceg Novi.
Do me thanë, nevojat janë shumë të mëdhaja që i nevojitet rajonit e Ulqinit. Përveç funksionit që ka turizmi për zhvillimin ekonomik, rëndësi ka edhe për proceset integruese si rajonale ashtu edhe ato evropiane, duke pasur parasysh se Bashkia Evropiane i ka harmonizuar ligjet që i takojnë kësaj leme, gjatë proceseve integruese edhe vendet e rajonit nevojitet të harmonizojnë legjislacionet e tyre me BE-n. Legjislacioni qoftë ai shqiptar, ashtu edhe ai mali të zi, duhet të bëjnë shumë përpjekje në drejtim të përshtatjes së akteve legjislative me ato të Bashkimit Evropian. Veçanërisht në Shqipëri ka një mungesë të theksuar të akteve legjislative në fushën e mbrojtjes juridike të turistëve. Qoftë kjo për shqiptarët të cilët shkojnë si turistë në vende të tjera, ashtu dhe të huajt pra që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. Meqense Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit në qershor të vitit 2006 dhe është duke bërë hapa drejt proceseve integruese, legjislacioni shqiptar kërkon një përqasje më të madhe pra në aspekt të këtyre politikave. Gjithashtu, Bashkimi Evropian ka aprovuar dhe disa projekte në drejtim të cilat me mbështetjen sigurisht duke ju bërë thirrje biles dhe Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si dhe të gjithë shteteve anëtare në mënyrë të tillë që ta shohin turizmin si një aktivitet jo vetëm prioritar, por që ta shohin turizmin si një aktivitet i cili ndikon në sektorët e tjerë të ekonomisë, por veçanërisht në proceset integruese të popujve evropian. Dhe në këtë aspekt mendoj që si Shqipëria ashtu dhe Mali i Zi duhet të bëjnë përpjekje të mundëteshme në drejtim të këtyre politikave dhe do thosha dhe më gjërë jo vetëm dy vendet tona, në mënyrë të tillë që të kemi politika rajonale në këtë aspekt, sepse nëpërmjet politikave rajonale, të cilat integrojnë kulturat, popujt, vendet me njëri tjetrin, do të arrijmë më shpejt që të integrohemi edhe në Bashkimin Evropian. Organizatorët shpresojnë se kjo konferencë do të bëhet tradicionale, se do të zërojë numrin e referuesve nga Kroacia, Hungaria, Macedonia, Italia dhe nga shtetet e tjera, me qëllim të interesit të zhvillimit të turizmit si degë ekonomike dhe të proceseve integruese, sepse afirmon ekonominë dhe diturinë në funksion të turizmit të qëndrueshëm në rajon. Të shtojmë se sponsorët e tubimit në të cilin morën pjesë ekspert nga Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Bullgaria, kanë qenë Ministria për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, komunat e Ulqinit dhe të Tivarit, qendra për hulumtime ekonomike dhe Eurosik nga Tirana.